ka do sene ma ekstra kështu, është dikun afro 200 PS. Të mrofa neve është një Golf 4, është një Golf 4 i modifikum, është e kom nis pit zero krejt, është u konkret i thjesht, e kom modifiku R32, edhe e kom ble një Golf 4 për Gjermani, ka pos komplet pjesë të R32-shit, ja kom mor me branika, spoiler, komplet pjesë që ka pos të R32-shit, ja kom në gjitë kine. Ndryshe për një Golf tjetër po janë shumë sene, si për shembull branika të filmet, është shumë sene ekstra që ko. Viti është 2002, fund 2002-tës, motorin e ko një Dicnom 74 kW, është i shtum, i ko dhe sene ma ekstra kështë, është dikun afro 200 PS, pritet edhe ma shumë deri në 300 PS, ama... A na të regëm pak sa shpejtësia maksimale që ke testu ti vetë që ka shku shqyter? Kështu nuk e kom testu shumë, ama e kom lëshu 230. Komplet projekti, unë e këto kom që 10 vjetë më spore, e kom pru për Gjermanie, vetë, e kom doganu këtë. Projekti ka kushtu dikun 8.000-8.500 euro komplet me pru diri që të ku është. Dhe që gjendje. Pa kjarë. Pa kjarë. Jo, me kjarë komplet. Me kjarë komplet, komplet. Në investimet krejt komplet. Komplet, dikun 8.000-8.500 euro. Masi që e ke bu stage, me halëzuve që e ke bu të 100 PS, shpenzime, që shenë shpenzime? Veç ma pak, vëlla. Nëse mundën hargjën ma shumë, ama mikro stabil, njëjtë. Shuhin shumë edhe ju pëlqen se është ekstra kollë në gjyren, pak ma ekstra, ju pëlqen. E që shënjojnë njerëz? Njerëz të ngjojnë këto sikur zhapi. Nuk këne ko zhapi, shesnia ma kanë emërtue. Të ardhmen e kam projektin, janë gjitë motorin R32-shit. Edhe dikun 80% i ko senet R32-shit, a mu pritet halej edhe dë senet tira më janë gjitë tiri. Ndërak, apo merë pjesë në ndërak? Jo. Ja, gora nuk bëj. Dhe që kom hidis për qefi, t'jeshëm të shpejt dhe dikun për qefi.